propozuar nga subjektet në parlament për të zgjedhur president. Mendoj që ai vendim i asokoshëm, ai lloj interpretimi nuk ka qenë i bazuar mirë në argumentim juridik, dhe sot e kësaj dite ne po ja shohim sherrin atij lloj interpretimi. Kushtetuta e Kosovës, neni 69, paragrafi 3, parashet decidivisht që kuvendi ka quorum kur mblidhen më shumë se gjysma e deputetëve të tij, që i bie nga 120 deputet duhet jenë 61 deputet të pranishëm në sallë. Dhe po ajo dispozit nuk parasheh asnjë lloj përjashtimi për rastet e zgjedhjes së presidentit apo për diçka tjetër. Dhe gjykata kushtetuese me interpretimin e saj ka thënë se meqense se kërkohen 2/3, pra që i bie 80 vota në 2 rundet e para, afërmendsh duhet të votojnë minimum 2/3. E pa qenë 2/3 në sallë, s'kan edhe si të